Skënder Hita u betua si drejtori i Policisë së Shtetit për një mandat 5 vjeçar pas emërimit me vendim të qeverisë. Gjatë fjalës drejtori i ri i Policisë së Shtetit u ndal tek disa nga prioritetet kryesore mes të cilave theksoi luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe forcimin e rendit dhe sigurisë në të gjithë vendin. Prioritetet tona janë të qarta. Lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke filluar dhe nga rrugët tona. Rritje akoma më shumë e parametrave të sigurisë në shkolla dhe në çdo komunitet. Forcimi i rendit dhe i sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari theksoi se Policia e Shtetit ka një rol të rëndësishëm për avancimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në këtë rrugëtim, Policia e Shtetit ka një rol thelbësor, sepse integrimi evropian nuk është vetëm një proces politik, por edhe teknik. Është një transformim i përditshëm i shoqërisë dhe e vendit tonë. Është ndërtimi i një Shqipërie ku ligji zbatohet njësoj për gjithë, ku siguria është e garantuar dhe ku institucionet janë të besueshme. Skënder Hita ju nënshtrua një konkursi mes 14 kandidatëve, të cilët kaluan në filtrin e komisionit të posaçëm në Ministrinë e Brendshme në garën e hapur më 3 mars. Hita ka shërbyer në polici nga Veriu në Jug me karrierë në ngjitje në 10 vitet e fundit. Një prej detyrave më të rëndësishme ishte drejtimi i Policisë së Shkodrës në vitin 2021.